Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku akullore në kushte shtëpie. Receta që do të shikoni sot në këtë video përgatitet shumë thjesht dhe në fund fare akullorea del shumë kremoze. Prandaj uftoj që ta provoni dhe më besoni që pas kësaj recete nuk do të keni nevojë të blini me akullore të gatshme. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Për përgatitjen e kësaj akulloreje unë kam përdorur rreth 200 ml me krem pana ose si quhet ndryshe krem hopla që përdoret për ëmbëlsira. E kam hedhur në një tas dhe e kam rrahur me tel kuzhine ose mund ta rrini dhe me mikser dore derisa masa të bëhet kremoze, të trashet dhe të marrë trajtën e kremit. Tani në këtë pikë kur kremi është rrahur dhe është trashur ashtu siç duhet, unë kam shtuar edhe një kuti me krem shanti. Ky është një lloj kremi që unë këtu zakonisht e marr tek dyqanet turke ose arabe, por nëse nuk doni dhe nuk keni mundësi që të përdorni apo ta gjeni këtë lloj kremi, mund të mos e përdorni fare për përgatitjen e kësaj recete dhe sigurisht në vend të tij mund të përdorni ndonjë lloj kremi tjetër ose mund mos përdorni asnjë gjë tjetër. Kremin e shantit, unë këtë herë e kisha me shije bananeje, por mund ta zgjidhni sipas shijeve tuaja. Thjesht kremin e shantit e hedhim në një tas tjetër dhe për ta rrahur kremin e shantit do të përdorim një gotë të vogël me qumësht. Megjithatë, gjithmonë, nëse keni mundësi të gjeni një paketë të tillë kremi, mund të lexoni udhëzimet tek pjesa mbrapa e paketës, e rrahim për pak sekonda qumshin me kremin derisa të bëhet një masë kremoze dhe kur kremi është gati, më pas kremin që kemi rrahur e shtojmë tek pjesa tjetër e kremit, që është kremi hopla i rrahur ose kremi pana. I përziejmë mirë së bashku derisa të formojmë një masë homogjene dhe një masë kremoze. Dhe në fund fare, unë kam shtuar edhe 2-3 luggjelle me qumësht të kondensuar. Gjithashtu i kam shtuar kësaj recete edhe pak çokoladë të zezë të prerë në copa. Kjo është në dëshirën tuaj, mund të shtoni çokoladë ose çfarë keni dëshirë brenda akullores. Mund të shtoni fruta të thata, mund të shtoni çokoladë, pra sipas shijeve që keni. Më pas të gjithë përbërësit i trazoni mirë, i hedhim në një kuti plastike të cilën e mbyllim mirë me kapak dhe më pas akulloren e keni gati për ta futur në frigorifer në zonën e ngrirjes. Unë e kam lënë për rreth 5 orë akullore në zonën e ngrirjes dhe më pas e kam shërbyer për fëmijët e mi. Po të doni mund ta ruani për një kohë më të gjatë dhe ta servirni kur të keni dëshirë. Do ta shikoni që akullorea në fund fare ka dalë me të vërtetë shumë e mirë, shumë kremoze dhe ka një shije fantastike. Ua sugjeroj që ta provoni, duke qenë se kemi hyrë në stinën e verës dhe mund ta përgatisni sa herë të doni për familjen tuaj. Në kanalin tim keni edhe receta të tjera të përgatitjes së akullores në kushte shtëpie. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani për miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos të nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni se në kanal postohen recetat e reja. Bashkë do dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.